Club FM. Ja ku jemi sërish me Foni Lia, ne kam shumë qejf këtë pjesën, domethënë komunikimi me anë të gjuhës së trupit, domethënë edhe tani që po i bën duart ashtu, çfarë po të çfarë tregojon me këtë? Që jam vërtet e kënaqur për këtë temë, e kuptova këtë apo deri diku? Do të dukesh që po e shijoj këtë gjë. Do të dukesh. Do të dukesh të kuptojmë. Që ta sqarojmë domethënë si muhabet. Foni ne folëm për këtë lidhje, ti e shpjegove shumë mirë, kishte momente të tensionuara në takimin midis dy ish të dashurve, Olsit edhe Eglit. Normal. Domethënë dhe ishte një komunikim jo vetëm nëpërmjet tonalitetit zërit dhe gjuhës së trupit, jo verbal, por tregonte shumë më tepër në sajt të sjelljeve. Kur i lexoj ashtu siç i lexoj unë, e shikoj ankthin, ngurimin, pasaktësinë në të folur, si e ndërton fjalinë, sepse vinë të gjitha ato, analizohen të gjitha. Kur kem një rrjedhshmëri pastaj është tjetër gjë, por kishte ngjecje. Po nga ana njerëzore, si është këtë pjesën që dy ish të dashur flasin me këtë lloj respekti për njëri tjetrin dhe duan të tregojnë mirë njohjen. Është shumë e bukur. Nuk e dim se sa të sinqert ishin njëri me tjetrin, por është e bukur domethënë mesazhi që vjen që dy ish të dashur të mbajnë përsëri marrëdhënie ose të flasin ose të përshëndesin njëri tjetrin. Po kjo varet tek ne është çike vështirë sepse varet nga ata të tjerë që ti do të kesh tashmë këtej në jetë. Unë bëj video psikologjike dhe kanë arritur, më fal, nuk është se s'po e them për mburje, janë 500 i mbusha sot në YouTube. Bravo, 500.000 views. Jo, 500 video të hedhura. Okay, që shpjegojnë situata të ndryshme. Dhe ndërto ka në një moment mendova se 500 çifte që i keri bashkuar. Jo, dëgjoj, tek ne vijnë edhe çifte që duan të ndahen dhe çifte që duhet të bashkohen. Ka çifte për shkakun që janë në krizë dhe ne i rekomandojmë ose unë i rekomandoj, kam rekomanduar që të ndahen për një farë kohe. Të shohin nëse jetojnë dot dhe janë më mirë pa njëri tjetrin. Ka dhënë rezultat, po. I kam ndarë për një vit ndaunin, mbyllni celular, mbyllni takimet, mos bëni asgjë. Okej. Në qoftë se u rimendja më te njëri tjetri, ndjallë dhe ish bashkohuni dhe vazhdoni punën. Po, do të thotë që jeni për njëri tjetrin dhe keni ndjenja. Interesante. Janë shumë teknika që përdorim për çiftet, janë interesant njerëzit sepse në të botën që jetojmë, po su pam një vit, për shembull Egli dhe Olsi kishin 2 vite pak që nuk shiheshin me njëri tjetrin. Dgjoj, kjo është e provuar tashmë. Jo, lidhen një orë komunikimi, sepse kishin 2 vite e pak që nuk flisnin me dhe nuk takoheshin me njëri tjetrin. Ata mund mos takohen më. Ndoshta e bën për hir të shohut, këtë se e dim. Le ta zgjidhim vet, por gjithsesi erdhi mesazh i bukur që ne flasim, s'flet gjithë fisi, nuk përshëndetemi me atë, gati të therremi, vinë bëjmë presion kushërin, pse më le kushërirëm, pse më le. Kemi lloj-lloj shfaqjes të tilla që janë të bukura, ne dal ngadal po civilizohemi çik më shumë se ç'duhet, po sa i përket personazheve të tjerë të këtij edicioni, domethënë kemi një gjest i cili nga gjestet ka dhe le të themi këtë emrin e artit që ka zgjedhur të përdor në situata të ndryshme, ka reaguar ndryshe, domethënë si e ke parë të gjithë ti këtë? Çfarë do të le të themi nëse në një farë forme mund të themi një përkufizim sa i përket gjuhës së tij të trupit? Më ke kapur atje që s'duhet të më kapi, sepse unë nuk e ndjek rregullisht Big Brother. Po besoj që i një personazhe dhe ke parë 2-3 gjëra. Një tip gastori, është një tip i mirë, është mund të themi në thonjza shumë po e vë, ADHD është një tip që nuk e zë vendi, nuk rri dot në një vend shumë energjik dhe ai duhet të lëviz, të bëj, të thotë mes atyre. Është një tip që i gjallëron atje të gjithë ata brenda, është tipin i tij, është në karakterin e tij. Pastaj se çfarë bën, se si sillet, ato janë gjëra të tjera, por është gjuha e tij e trupit tregon që ai ka një energji dhe të mirë madje. Mirë të keqe dhe e përcakton publiku, por ai lëviz, është njëri që lëviz, ka energji për atë që bën. Po në rastin e Laertit fiks sepse është një personazh. Diskutuar shumë. Unë e njoh jashtë, domethënë ai sa mund ta njoh edhe si aktor, është i plot, i emancipuar, i lexuar, i artikuluar, nuk ka ashtu.
Po ka një gestikulacion shumë të theksuar. Po, sidomos në situata të caktuara. Bën teatr, bën teatr dhe nganjëherë e tejkalon atë sepse hyn si thua në rol e përjeton më shumë se ç'duhet dhe që ka qenë gjithmonë kështu, na duket sikur po mos bëj këtë nuk është më laerti. Po mirë, e kemi fiksuar tashmë, është bërë si natyrë e tij. Por ai luan teatr sepse ka një gjë, nuk e di ju e keni luajtur teatr apo jo, unë kam luajtur teatr, e di se ç'është teatri, unë për regji kam mbaruar. Po, e dim. Kam mbaruar për kinematografi, por gjithsesi ka një tjetër gjuhë aktori që luan në teatr dhe tjetër në kinema. Kur flet aktori në teatr duhet të ketë parasysh dhe artikulimi i gojës bëhet më i plot, zanore dalin më të bukura, më të rrumbullakosura, me qëllim që të lexohet dhe në rreshtin e fundit ku është ai spektatori. Prandaj thuhen a pe gojën dhe jepi të gjithë ato, sepse mund ta thot batut me ngadalë. Ka nisur një rast edhe pak më dramatik se ç'duhet apo jo. Dramatik apo jo dramatik është tjetër gjë, por qëllimi është që ai ta zmadhoj atë që i thot, të japi atë vëllimin e madh të asaj fjali ose do të thënë gjuha e trupit të laertit. Ka mjeshtri aktori dhe ai di ta japi, por nga që kamerat janë shumë afër, duket sikur po e egzageron. E egzageron, okay. Sepse ndryshe luhet në kinema, ndryshe luhet në teatr. Por banorët e tjerë, për shembull, është diskutuar shumë sjellja e Rozanës, pak si arrogante, sjellja e Gertës, po ashtu do flas për Rozanën. Okay. Ke dhe çiftin tim të preferuar. Që është Loredana dhe Jozi, që kanë një gjuhë trupi. Nuk e ke parë. Nuk i kam parë. Nuk i njeh këta të dy. Okej. Do të thënë të jemi sinqert, Okej. Rozana është aktore. Është aktore. Është këngëtare. Një skenë. Është poete. Ka shumë atribute të saj, ka intelekt, është e zgjuar, është vajzë e zgjuar. Por mos harrojmë që ajo ndihet dhe diva aty brenda. Ndihet diçka që domethënë e tregon në pozicionin që rin, në mënyrën si i shikon, në vështrimet që u hedh dhe shpesh janë vështrime edhe sfiduese. Prandaj nganjëherë acarohen me atë, nganjëherë i turen, por ajo i zhbën. Di është vajzë e zgjuar. Unë nuk e di fiton apo s'fiton, por është dhe ajo do të thosha është një rivale shumë e fortë. Nuk e di kush do fitoj aty, kush do jenë ata. Ke një parashikim ti vetë mendon se dikush me qasin tënd deri më tani kemi 2 finalistë. Në këta të dy unë do ndahesha 55-45 për Rozanën. Për Rozanën dhe Laertin po thua. Po, për këta do të pastaj nëse fusen të tjerë, pastaj do futen se do jenë 4. Pra të shtunë presin dhe 2. Nuk e di kush do jenë. Nuk e parashikon dot. Nuk e parashikoj dot. Filxhanc shikoj. Nuk di. Le të vjet kush doj, por gjithsesi folëm për këta të dy. Okej. Ledioni si të duket? Po Ledioni King është kemi me radhë Ledionin. Çfarë i bën Ledionin? Jo, flas për gjuhën e trupit. Ka raste për shembull që e rëmben nganjëherë debati, por prap e kthen, e kap, e mban veten, sepse është ka kaq vjet në televizion, në radio, di. Domethënë e kontrollon shumë situatën. Është dhelpër. Është e kap situatën. Se dhe Ledioni domethënë është bërë goxha viral nëpërmjet batutave që bën. S'ka gjë, ato janë gjë e bukur, po të rëmben se je live, të rëmben dhe nganjëherë nuk duhet të mbledhin. Nuk e di kush është në regji, kush i flet nga afër, stop. Regjia do ta mbaj në kontroll. Pse ka ndonjëherë domethënë që mbret aty është regjia. Në çdo spektakël është regjia, pavarësisht se këtu nuk japin atë matësi, ai shikon, ai mban ritmin, ai duhet të thotë stop, ktheu, bllokoj mos e thuaj, mbaj. Kush janë këshillat kryesore që do jep një njerëzve të televizionit, ata që dalin, që janë mediatik? Çfarë do të kem parasysh? Të mësojnë gjuhën e trupit dhe të dinë të manipulojnë. Pra rregulla kryesore. Pra, në këtë Big Brother është folur shumë për njerëz për manipulim. Është përdorur aq shumë si fjalë sa nuk di çfarë të them. Pra, sipas foni Ilias dëgjojeni që ka gjë e mirë. Po, ne jemi manipulator të gjithë. Edhe ju që jeni këtu dhe unë me juve. Është një gjë por ne nuk e japim, e studiojmë në shkollë, unë kam lexuar dhe kam studiuar psikologjinë e mashtrimit, e manipulimit. Ju duket për të qeshur, por edhe fëmijët e vegjël janë manipulator. Po, patjetër. Shiç bëjnë të jap një shembull shumë të bukur, një shembull të vogël. Një fëmijë për të arritur atë që do, të kërkon diçka në shtëpi dhe ti nuk ja jep. Mirë thot.
dhe fillon të qaj të bërtas kur ka njerëz të tjerë ose ta bën në supermarket, ta bën në pazar, ta bën diku për të turpëruar për të arritur atë që do. Mund të jetë i vogël 2 vjeç, 3 vjeç, 4 vjeç, ai ditë manipuloj. Dhe manipulimi lind me njeriu praktikisht. Jo, nevoja çon të drejtë saj për të arritur qëllimin. Dhe janë shumë gjëra si të shplajnë. Ka manipulim të bardhë dhe manipulim të zi. Janë gënjeshtra? Manipulimi është manipulim. Nuk ka të bardhë të zi, Jo. Tani gënjeshtrat është tjetër gjë. Por ne jemi manipulatorë. Vlen qëllimi justifikon mjetin në këtë rast? Po. Pra, në një format siç është Big Brother Albania VIP, nëse ti ke natyrë që ja arrin të manipulosh, le të themi, situata, kamera, njerëzit, banorët aty, publikun, nuk mund të jesh çdo ditë në 100% tënd apo jo? Sigurisht. Je nën presion të jashtëzakonshëm. Do thosha një gjë tjetër. Në studio aty, ato janë bërë shumë të bukura, ngjyrat janë përdorur, janë shumë të bukura. Do thosha në një burg në Amerikën Latine, është një burg i posaçëm ku çdo gjë duke filluar nga krevatët, çarçafët, batanijet, muret, çdo send që janë aty brenda, rrobat që veshin të burgosurit janë të gjitha të bardha. Okej. Dhe ka një shpjegim? Është për të manipuluar ata të burgosurit për të arritur qëllimin e dur këta të tjerët, që për të marrë atë deponimin e dur, përgjigjet e dura. Domethënë edhe me ngjyra luajnë, jo më me tinguje, tortura të tjera me errësirën, po edhe me ngjyrën e bardhë. Dhe ngjyra e bardhë e ka patur edhe me ngjyrën gri, që kanë mbajtur. Ka dhe sa me portokallinë, mos gaboj ato filmat amerikanë. Po, ka të ndryshme ka patur me ose me viza që tham, me ato tipiket, klasiket. Kjo ishte e tjetër, kishin mbajtur të burgosur rreth 20 vjet brenda në burg dhe ja lynin për herë qelin me ngjyrë gri. Nuk e di çfarë tone të gri ishin ato, dhe kur i thanë dilni jashtë, nuk donin të dilnin. Po, ishin mësuar me ato lloj ngjyre. Nuk përballonin dot ngjyra. Ka shumë histori rap. Po të flasim për psikologji, kur të merrni ndonjë tjetër do të tregoj. Unë jam manitur dhe rrit. Do flasim. Dua të dëgjoj dhe dua të eksploroj. Kur të vim herë tjetër do flasim për ato, do të flasim për manipulimin, ëh? Do të flasim për gratë, do flasim për buzat, për fthonjtë tua, pse i ke bën me të kuqe, për buzët pse i bën me të kuqe, syt pse i bën, vetullat, hundën, diçka pas ta Ja, se po të pyetar. Ka vetëm diçka, na trego diçka për Jonçën sot. Pse është bërë kështu siç është bërë sot për shkak? Çka ka dash tregoj? Jonçë të dua të manipuloj. Jo, s'është manipulim, ai është vështirë. Jo vetëm manipulimin, tërsi. Pse ka këtë qasje që ka sot për shkak? Estetike le të thënë. Gjithmonë kështu ka qenë. E mirë ka qenë po. Sot e ka tepruar shumë. Do të flas një gjë të thjeshtë. Do qëndrojmë tek varsja që ka veshur, mos të vëmë këtë Po. Aty është një varsje në madhësi normale, do të thosha. Po, minimaliste. Nëse do të vazhdonte ajo varsje të zbinte akoma dhe më poshtë, është vënë qëllimshëm. Krijon hapësirë për fantazi. Jo, bëhet qëllimshëm që sytë e atij tjetrit që të sheh përballë, të shkojnë atje ku ajo dëshiron të vënë. Okej. Domethënë është një udhërfyse drejt asaj që do të bëjë. Drejt rrugëve të panjohura. Nuk e di të panjohura, të njohur po gjithsesi. Të shejtanit e jonzit. Pra, ato e bëjnë qëllimshëm. Po ashtu dhe makijazhi i syve, i vetlave, i buzëve, i hundës, i veshëve, i ballit. Për arbrin nuk e gjë për të thënë. Po unë s'kam ne. Këtë do manipulosh sot. Mjekra për shembull. Kur moda mjekrës. Kur prekin meshkujt mjekrën, ndërkohë që flasin, çfarë do thotë? Çfarë do thotë? Se e preku dhe Olsi. Jo, ka shumë gjëra tani. Ne kur gënjejmë zakonisht prekim gjëra të ndryshme. Disa prekin hundën. E bëri 2 herë goca. S'po gënjeja unë shkreta për pyesja. Të lutem. Unë po të shikoj. Mirë, okay, e lash. Nuk flas dot me ekspertin për disa lëvizje që ne kemi bërë deri në familjen tonë kemi bërë dhe na mbeten ato gjatë gjithë jetës sonë. Kalojmë dorën shpejt e goja ose e kërkojmë në një pjesë tjetër te mjekra, ankthi që kanë 300 mjekrën e tyre, e kanë djemtë kanë shumë këtë 300 ose lozin, edhe vajzat lozin me flokët e tyre kur kanë ankth. Jo ato që lozin për të flirtuar, po. Pra janë veprime që ti bën kur je në ciklet ose ka shumë ciklet, ose kur gënjen. Ka shumë, janë shumë gjëra që përpëlitja e syve, tharja e gojës, nuk gjen dot fjalën, bën hapësira të mëdha. Dëgjoj se folëm vetëm për mashtruesit e manipuluesit. Jo, po përgjithësi, i përmendi të tërë. Ma thuaj pak të drejtët çfarë bëjnë ata sinqertët.
kur të bëjmë leksion te lokali yt, do vi një orë të flas vetëm për gjuhën e trupit e lokalit yt, po ta bëjmë. Të sinqertët si dallon se ka hall mos se zbulojnë shpejt Artin, e kupton, kur gënjen. Zakonisht të sinqertët qeshin bukur dhe qeshin në mënyrë të sinqertë. Zakonisht u krijojnë rrudhat tek cepat e syve. Se nuk mund të thuash qeshi sinqert ai vën dorën këtu. Se mos i bëjnë rrugë. Sinqert qënge se të shkon buza vesh më vesh kur qesh. Po, sinqerteti është gjë tjetër. Dallohet tjetër. Qeshin syt, jo goja. Okej. Po qeshin syt, je i sinqert. Po, që kemi njerëz të mirë në Arbër. Kush të vuri ty të mirët? Wow. Po shpresoja që këto rrudhat e mia të syve tregonin diçka. Faktor sinqeriteti. Po si duket botoksi ka bërë vetë. Edhe shikoj njerëzit e qeshur gjithmonë kanë rrudha të mëdha në anë të gojës, në anë pavarësisht kanë shumë të mëdha këto. Pavarësisht se tani shumë meshkuj mbulojnë me pjesën me gjëra, filler, me qime të tyre. Po. Edhe filler, pse jo, çuna. Po të gjitha. Okej, Foni, ishte shumë kënaqësi që të kishim sot këtu. Një bisedë shumë e këndshme gjithmonë kjo. Faleminderit për gjitha le të themi indikacionet që i dhe publikut dhe neve sot për të kuptuar më shumë sa i përkiste takimit që ndodhi dje. E nisi Foni një këshill për gjithë burrat që po na dëgjojnë, mos i mashtroni gratë Ko që mundohen. Mos u lodhni kot. Ne pra me pak fjalë ne kur bëjmë sikur sikur e ham, është thjesht po i themi mirë kalo se nuk kam nerva të zie me ty sot. Po në një ditë tjetër do të përvishem mirë. Ato futen në arkiva të gjitha dhe dalin në momentin e duhur. Unë e them shpesh se burra mos u merrni kur me memorien e grave. U mundin kanë terra bajt memorie, ne kemi USB të vogël, mos u merrni me gratë. Mbaj me kë ke pirë kafe në vitin 92 në orën 8 pa një çerek. Po. Dhe ku ishe? Po. E bëni ju jenë të tmerrshme. Kur duam. Foni, faleminderit edhe një herë. Kënaqësi. Të presim në detaje të tjera, se ishte shumë interesante kjo pjesë, Arbër, më pëlqeu shumë të diskutojmë për gjuhën e trupit, gestikulacionet edhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me qendrën njerëzore edhe me emocionet, do flasim me emocionet. Dëgjojmë të mërkurën tjetër. Faleminderit që ishit me ne sot dhe kalofshin një të mërkur sa më të bukur. Pas pak vjen Elona Dura me Big Brother Radio. Mos u shkëputni nga Top Albania Radio.